E nderuara zonjë Saranda Bogujevci, Ministre e Kulturës dhe Turizmit, i nderuari zotëri Andin Hoti, Ministër i Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Shqiptare, i nderuar zotëri Adheje Temi, drejtor ekzekutiv i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, i nderuar i profesor Arben Hajrullahu, rektor i Universitetit Prishtinës, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, mirë se keni ardhur dhe mirë se e gjejmë njëri tjetrin, sot për të biseduar për domosdoshmërinë e dokumentimit të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe ndërtimin e një evidence shtetërore të besueshme për viktimat e saj. Kjo detyrë jona lidhet me kujtesën, me drejtësinë, me dinjitetin e viktimave dhe me mënyrën se si Republika e Kosovës e ndërton raportin e saj me të kaluarën dhe me të ardhmen. Populli ynë ka përjetuar luftë, dëbim, masakra, dhunë sistematike, zhdukje me forcë dhe shkatërrim të organizuar. Këto nuk janë kujtime të largta dhe as tema që mund të mbyllen me kalimin e kohës. Janë fakte historike, politike dhe njerëzore që kanë përcaktuar jetën e mira familjeve dhe rrugën e shtetit ton drejt lirisë. Krimet e Serbisë në Kosovë, karakterin dhe përmasat gjenocidale të dhunës shtetërore dhe përpjekja për të zhbërë praninë shqiptare nga vendi ynë kërkojnë trajtim serioz, institucional dhe të vazhdueshëm. Nuk mjafton që ne ta dimë se çfarë ka ndodhur, duhet ta dokumentojmë, duhet ta verifikojmë dhe duhet ta ruajmë. Duhet ta bëjmë të qasshme për drejtësinë, por edhe për brezat që do të vinë pas nesh. Me këtë bindje, në nëntor të vitit 2023, Qeveria e Republikës Kosovës e themeloi Institutin për krimet e kryera gjatë luftës. Për më shumë se 2 dekada janë bërë punë të rëndësishme nga institucione, organizata vendore ndërkombëtare, studiues, aktivist, familjarë të viktimave dhe njerëz të cilët i kanë ruajtur dëshmit shpesh herë në kushte shumë të vështira. Ajo punë meriton mirënjohje, instituti është ndërtuar mbi atë bazë, detyra e tij është ta forcojë, ta sistemojë dhe ta institucionalizojë këtë trashëgimi. Instituti përveç se është një strukturë shtetërore, përfaqëson edhe ndërgjegjen tonë kolektive, duke e kthyer dhimbjen në kujtesë, kujtesën në dëshmi, dëshminë si kusht për drejtësi dhe drejtësinë në themel të paqes. Shteti nuk mund të mbështetet vetëm në kujtesë individuale, sado të shumta e të mira të jenë ato. Kujtesa është e çmuar, pra ajo duhet të mbrohet me dokumente. Emrat, datat, vendet, dëshmitë, burimet, arkivat dhe provat duhet të lidhen në një sistem të besueshëm. Vetëm kështu e vërteta bëhet e qëndrueshme ndaj mohimit, relativizimit dhe propagandës. Fqinji ynë verior, i vetë shpallur armik i Republikës dhe i popullit ton, vazhdon të mos përballet me të kaluarën e saj gjenocidale. Për këtë arsye, puna jonë duhet të jetë edhe më e saktë. Sa më i fortë dokumentimi, aq më e dobët bëhet gënjeshtra. Sa më e qartë evidenca, aq më e vështirë bëhet fshirja e përgjegjësisë. Sa më serioz shteti ynë, aq më e fortë bëhet e vërteta jonë edhe në arenën ndërkombëtare. Takimi sot më ka rëndësi të veçantë sepse prezantohet lista preliminare e viktimave të luftës në Kosovë. Kjo listë është rezultati një procesi më shumë se 2 vjeçar të mbledhjes, krahasimit dhe të verifikimit të dhënave. Në këtë punë, saktësia ka një peshë të posaçme. Secili emër në këtë listë përfaqëson një jetë të humbur, një familje të goditur dhe një pjesë të historisë sonë. Prandaj, çdo e dhënë duhet të trajtohet me kujdes. Respekti ndaj viktimave nuk shprehet vetëm me fjalë, shprehet edhe me seriozitetin me të cilën shteti i dokumenton emrat, rrethonat dhe të vërtetën për fatin e tyre. Dokumentimi ka rëndësi edhe për drejtësinë. Krimet e kryera gjatë luftës nuk mund të mbeten vetëm kujtesë. Ato duhet të jenë
pjesë e dosjeve, arkivave, hetimeve, proceseve drejtësisë dhe punës institucionale për zbardhjen e plotë të asaj çfarë ka ndodhur. Një shtet që kërkon drejtësi duhet të ndërtoj bazën faktike për të. Kjo bazë ndërtohet me hulumtim, me dokumentim dhe me verifikim të qëndrueshëm. Kosova është e përkushtuar për paqe, për siguri dhe për bashkëpunim rajonal. Mirë po paqja e qëndrueshme dhe siguria për të gjithë kërkon ballafaqim me të vërtetën. Mohimi i krimeve, relativizimi i përgjegjësisë dhe fshehja e të dhënave për personat e zhdukur me dhunë nuk i shërbejnë as paqes, as drejtësisë, as sigurisë dhe as të ardhmës së rajonit. Serbia duhet të përballet me krimet e kryera në Kosovë, të hapë arkivat dhe të veprojë në frymën e pendesës e të bashkëpunimit, për të cilën është obliguar edhe me deklaratën e 2 majit të vitit 2023 nga Brukseli. Fshehja e krimeve përmes klasifikimit të tyre për dekadët të tëra nuk i shërben normalizimit të marrëdhënieve, bashkëpunimit e as paqes në rajon. Republika e Kosovës do të vazhdojë ta bëjë pjesën e saj me seriozitet, do të dokumentoj, do të hulumtoj, do të vërtetoj dhe do të ruaj kujtesën shtetërore mbi bazën e fakteve. Ky është një proces afatgjat i cili kërkon institucionet qëndrueshme, bashkëpunim ndërmjet sektorëve dhe përkushtim të vazhdueshëm. Synimi ynë është i qartë, ajo që ka përjetuar populli ynë duhet të ruhet me dinjitet, të dokumentohet me saktësi dhe të shërbej për drejtësi, të bëhet dije për brezat në vijim dhe kujtesë kolektive e jona. E vërteta ka nevojë për prova, për institucione dhe për vendosmëri. Për praninë tuaj, për punën që keni bërë deri më sot dhe për kontributën që do ta jepni në këtë proces, ju faleminderit të gjithëve.